Zyrtarët egjiptian kanë folur për një pjesëmarrje masive në referendumin për kushtetutën e re, teksa votuesit priten që të miratojnë largimin e presidentit islamik Mohamed Morsi. Zyrtari më i lartë i zgjedhjeve, Nabil Salib, tha për televizionin shtetëror se pjesëmarrja në votime ka qenë më e lartë se në zgjedhjet e kaluara, por nuk dha shifra eksakte, bën të ditur agjencia e lajmeve AP. Dita e dytë e votimeve gjatë së mërkurës kaloi përgjithsisht e qetë. 9 persona vdiqën të martën në përplasjen mes mbështetësve të Morsit. Rreth 400 persona thuhet se janë arrestuar për gjatë 2 ditëve për shkak se përpiqeshin të ndërprisnin votimin. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme tha për një televizion privat se pjesëmarrja në votime mund të ketë kaluar 55%, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ai shtoi se rezultatet paraprake tregojnë se aprovimi i kushtetutës mund të jetë arritur me mbi 95% të votave. Gjithsesi pjesëmarrja është raportuar e ulët në rajonet bazë të vllazërisë myslimane. Salib nuk dha shifra konkrete për pjesëmarrjen, por tha se rezultatet pritën të shpallen ditën e premte. Televizioni shtetëror bëri të ditur se shifrat paraprake tregojnë mbi 50% pjesëmarrje dhe mbi 90% të votuesve i kanë thënë po kushtetutës së re. Në dhjetor 2012, në referendumin kushtetues të mbajtur gjatë kohës që Mohamed Morsi ishte në pushtet, 33% e votuesve egjiptian morën pjesë në votime. Kushtetuta e atëhershme u aprovua me 64% të votuesve.